Gjatjeta sot nuk do t'ju flas për vota, sot nuk do t'ju flas për partira, as për statusin e njërës, as për vullën e tjetrës. Çfarëdo që keni parë sot në lajme, atë që ju ashitën si rizgjedhje, si triumf të demokracisë së brendshme, apo si vullnet të antarësisë, fshiheni menjëherë nga mendja. Ajo që pam sot në selinë e PD-s nuk ishte një garë, ishte një ritual, një teatër kukullash i projektuar për një audiencë e cila ushqehet mediatikisht me iluzione, ndërsa regjisorët e vërtet po shkruajnë aktin e fundit të sovranitetit të Shqipërisë. Çfarë po ndodh në kulisa qëndro me mua? Në psikologjinë e masave ekziston një rregull bazë. Kur do të fshish një krim të madh, një hall të madh, bëj një zhurmë edhe më të madhe në dritare. Ndërsa ju ndiqnit kutit e votimit të një partie që sigurisht është vetëm parti me tapi e Berishës, pas perdes u vullos pakti i madh, pakti Rama-Berisha, një marrëveshje simbiotike mbijetese ku dy njerëz që publikisht pretendojnë se duan të shkatërrojnë njëri tjetrin, privatisht kanë shtrënguar duart sepse asnjëri prej tyre nuk mbijeton dot pa tjetrin. Ky nuk është një pazar lokal për mandate deputetësh, ky është një operacion i pastër psikologjik, politik dhe geopolitik. Do të shkojmë atje ku paratë e Tiranës fshihen në llogari offshore, ku shërbimet sekrete të rajonit janë duke luajtur shahun mediatik me fatet tona dhe ku Shqipëria po përdoret si monedhë shkëmbimi mes Athinës dhe Beogradit, ndërsa bota e ka mendjen diku tjetër. Qëndroni me mua sepse ajo që do të dëgjoni do t'ju bëj të kuptoni se asgjë nuk është ashtu siç e mendoni, apo ashtu siç e keni imagjinuar ju më parë. Le të zbërthejmë fillimisht psikologjinë dhe lidhjet dhe fijet e këtij pushteti. Pse pikërisht sot? Pse në ditën e rizgjedhjes së Berishës janë duke folur në terren për reformë territoriale, ndryshime zgjedhore, ndryshime kushtetuese. Sarkazmi e fatit është se Sali Berisha nuk ka pasur kur ankth për rivalet e tij brenda llojit. Ai e di që partia është instrumenti i tij i fundit i mbrojtjes. Ankthi i tij real ka një emër, që është drejtësia e re. Procesi partizani është në përkëmbë, dosjet e Gërdecit, dosjet e vrasjeve të Tropojës janë pas dere, janë të rënda. Koha është duke u matur vetëm me seanca gjyqësore. Thuhet që Zoti të jep shpeshherë jetë të gjatë kur i lutesh atij, por ka edhe një rregull tjetër në gjeopolitik. Kur i madhi Zot do të ndihmoj apo do të dënoj, ti plotson dëshirat e tua duke lënë të përballesh me pasojat e asaj që ke mbjell. Në perëndim ka një rregull, kush ka abuzuar më shumë me pushtetin, pjesën e mbetur të jetës zakonisht e kalon nëpër avokat e prokuror, pra parat siç i merr i dorëzon ka avokatët. Por si të blindohesh përballë kësaj situate? Përmes Edi Ramës. Opozita bërtet kriminal, maggioranza përgjigjet non grata. Por natën tavolina është e shtruar. Rama ka nevojë etike për Berishën, Berisha është alibia e tij e përsosur për të qëndruar në pushtet pafundësisht. Gogoli me të cilin ai shantazhon ndërkombëtarët, duke u thënë atyre se nëse nuk më doni mua do të vi Berisha. Dhe çfarë po gatuajnë me këtë pakt? Kodi 101. Kanë rënë dakord të zvoglojnë parlamentin me 101 deputet. Pse? Për të mbyllur sistemin, për ta bërë hermetik. Më pak deputet do të thotë kontroll absolut i listave nga Saliu dhe nga Rama. Asnjë zë ndryshe, asnjë parti e re, askush nuk mund të dalë dhe thyej këtë mur. Ky nuk është parlament, ky është bordi i drejtorëve të një korporate dypalçe të drejtuar nga bashkë aksionerët e Shqipërisë Rama dhe Berisha. Por kërkesa më gjeniale, pothuajse kinematografike e Berishës, është ajo për dhomën e dytë të parlamentit. Senat me 25 senator, që do të ketë status kushtetues, një lloj si i presidentit. Si përkthehet në gjuhën e thjeshtë, imunitet absolut ndaj çdo ndjekjeje penale.
Mazhoranca thot se e ka refuzuar këtë, por në pazar quhet as nën rrogoz, as mbi rrogoz. Çështja mbetet e hapur për korrikun, kur vëmendja e opinionit të jetë e fjetur nëpër plazhe dhe te kampionati botëror i Amerikës. Këtu loja i kalon kufit e Tiranës. Këtu hym në sferën e gjeopolitikës së pastër, aty ku Shqipëria trajtohet si një plaçk tregu. Të hënën në Tiranë unë ju kam njoftuar mbërrin ministri i mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias. Vjen saktësisht një ditë përpara konferencës ndërqeveritare BE Shqipëri. Ju thonë se është një vizitë rutinë diplomatike, mos e besoni. Ky është një operacion i pastër presioni psikologjik dhe politik mbi kryeministrin shqiptar. Greqia kërkon firmën e Edi Ramës në dokumentin që dërgon çështjen e kufirit detar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Ja lejm Hagës, let na e fusi Haga. Sipas kushteve të Athinës, ekspertët më të mirë të drejtës ndërkombëtare kanë paralajmëruar kryeministrin Edi Rama. Ky version e favorizon Athinën dhe bart rreziqe katastrofike për sovranitetin territorial të Shqipërisë. Po ku lidhet pakti sekret këtu? Zërat e ndryshëm nga korridoret diplomatike të Athinës kanë konfirmuar se një deputet i lartë i Nea Demokracia të Mitsotakisit ka patur një takim sekret me Sali Berishën këto ditë. Mesazhi që Berisha ka përcjell është i qartë. Ai nuk do ta kundërshtojë marrëveshjen e Ramës me Greqinë, do të heshtë dhe për ta çuar në Hagë. Pse do ta bënte këtë një njeri që në vitin 2009 firmosi vetë shitjen e detit, një marrëveshje që u rrëzua nga gjykata kushtetuese? Sepse Berisha ka nevojë për legjitimitet ndërkombëtar. Ai ka nevojë që lobi grek në Washington dhe në Bruksel të mbyll syt ose të zbusin presionin ndaj tij. Ky është pazari. Rama merr dritën jeshile për BE-n duke lëshuar detin, Berisha merr heshtjen e Athinës zyrtare dhe Greqia merr atë që nuk e mori dot prej dekadash. Një shkëmbim të pastër ku monedha e vetme e përdorur është pasuria kombëtare e një populli të vuajtur, të varfër, të vjedhur, të shkatruar. Si mbahet në këmbë kjo simbiozë? Çfarë e ushqen këtë strukturë që nuk lejon asnjërin prej tyre të lëshojë tjetrin? Përgjigja është lobi ekonomik mediatik i Tiranës. Në Tiranë ekziston një rrjet oligarkik që nuk ka ngjyrë politike. Ata financojnë fushatën e Ramës dhe në të njëjtën kohë mbajnë me oksigjen mediat dhe strukturat e Berishës. Mjafton të shihni reklamat që vijnë tek portalet dhe mediat e njëri tjetrit janë nga të njëjtët oligark të cilët kontrollojnë lobin mediatik dhe financiar të Tiranës. Po pse ndodh kjo? Sepse asgjë nuk e mbron status quo-n më mirë se konflikti imagjinar Rama-Berisha. Nëse bie Rama, oligarkët rrezikojnë të humbin kontratat miliardëshe. Nëse bie Berisha dhe vjen një opozit e re, e pa kontrolluar prej tyre, sistemi mund të kalojë në kolaps dhe ata janë të terrorizuar nga ky skenar. Ndërkohë që ju shikoni shfaqjet e tyre televizive, parat e fshehura të politikës së Tiranës po qarkullojnë jashtë Shqipërisë. Po imitojnë njëri tjetrin, Vjollca Hoxha e Top Channelit me Tandu Lakun e Vision Plusit, njëri merret me popullin e Big Brotherit, tjetri merret me popullin e Fermës VIP. Rëndësi ka shqiptarët të mbahen të gjithë nën kontroll nga këto kolona mediatike, të cilat i shërbejnë lobeve financiare të lidhur drejt për së drejti me Ramën dhe me Berishën. Nuk bëhet fjalë për llogari bankare mediatike me emrat e tyre. Flasim për struktura të ndërlikuara, offshore, fonde investimesh në Dubai, llogari sekrete në Zvicër dhe në Qipro dhe investime në pasuri të paluajtshme në kryeqytetet e ndryshme të Europës. Këto para janë garancia e tyre e tranzicionit.
Ndërsa Rama përgatit tranzicionin e tij të kontrolluar drejt një trashëgimtari politik që do t'i ruaj shpinën në PS, Berisha kërkon të sigurohej që pasuria e familjes Berisha mos të preket nga sekuestrot e pritshme të drejtësisë amerikane, që pritet të vijë me një general në Tiranë. Dhe këtu hyn në lojë boshti i rajonit. Tiranë, Athinë, Beograd. Nuk është rasti që politikat ekonomike dhe gjeopolitike të Tiranës përputhen shpesh me interesat e Beogradit dhe të Athinës. Rajoni po ndahet në zona influence, ndërsa vëmendja globale është përqendruar në përplasjet e mëdha në Iran, Tajvan dhe Ukrainë, te tensionet në lindjen e mesme, tek përballja strategjike mes SBA-s dhe Kinës, në Ballkan është duke u luajtur një lojë e dytë. Fuqitë e mëdha nuk kanë kohë të merren me detajet e Shqipërisë. Pse? Për Washingtonin dhe Brukselin i rëndësishëm është stabiliteti. Kush ua garanton këtë stabilitet? Dyshja Rama Berisha. Ata premtojnë ndërkombëtarëve se situata nuk ka përdalë jashtë kontrollit. Mjafton që ndërkombëtarët të mos ndërhyjnë tek pazaret e tyre të brendshme dhe t'i lënë t'i qetë të bëjnë çfarë të duan ata. Mos e mendoni kurrë se kjo lojë po luhet pa dëshmitar dhe pa parë kërkush. Tirana sot është kthyer në një arenë të nxehtë të përplasjes së shërbimeve sekrete. Nga njëra anë janë shërbimet inteligjente të vendeve partnere të NATO-s, që monitorojnë çdo lëvizje milingone dhe mize dhe të parave dhe çdo mesazh të fshehtë që shkëmbehet me zyrave të pushtetit. Ata i kanë të gjitha dosjet. Ata e dinë saktësisht se kur do të përfundojnë parat e korrupsionit shqiptar dhe cilat janë fijet që lidhin Tiranën me Beogradin dhe interesat ruse në rajon përmes projekteve të caktuara ekonomike që janë duke u maskuar me shumë kujdes. Nga ana tjetër, shërbimet e rajonit, as ruse, as serbe, as greke, nuk janë spektator. Inteligjenca serbe BIA dhe ajo greke EYP kanë agjentë dhe ndikuesit e tyre brenda partive politike kryesore dhe mediave të Tiranës. Operacioni i tyre psikologjik është i thjeshtë, ta mbajnë Shqipërinë në një gjendje amullie të përhershme. Një Shqipëri e zënë me sherrin dhe përplasjen Rama Berisha, një Shqipëri me një parlament të mbyllur për 101 vetash dhe me një sistem drejtësie të shantazhuar, është një Shqipëri që nuk mund të bëhet kurrë faktor serioz gjeopolitik në Ballkan. Ky është operacioni i kontrollit të mendjes që po ju bëhet ju çdo ditë. Ju ushqejnë me urrejtje artificiale televizive për të fshehur dashurinë e tyre pragmatike në llogaritë bankare. Ju mbajnë të fokusuar tek pyetja se kush do të fitojë zgjedhjet në PD, ndërkohë që pyetja e vërtet është edhe sa kilometra katëror det do të humbasim këtë herë nga marrëveshja sekrete Rama Berisha. Jemi në një nga ato momentet më të vështira të historisë sonë të re. Bota po ndryshon me shpejtësi, aleancat globale po rivendosen. Dhe në këtë moment, kur askush në Washington apo në Bruksel as se ka mendjen tek Shqipëria, ne jemi lënë vetëm përballë kësaj dysheje simbiotike. Një dyshe që nuk ka asnjë mundësi të lëshojë njëra tjetrën, sepse rënja e njërës palë është fillimi i fundit të palës tjetër dhe kanë për jeta vdekje aleancën e tyre. Nëse Berisha hyn në burg, Rama humbet alibin e tij të vetme para botës. Nëse Rama bie nga pushteti, Berisha humb partnerin e tij me të cilin negocion mbijetesën dhe imunitetin e tij. Ata janë si dy alpinistë të lidhur me të njëjtin litar mbi një humner të vetme. Njëri nëse rëshket bien të dy. Prandaj mos prisni që ata të luftojnë vërtet. Loja e tyre është të mbajnë litarin të tendosur, duke ju përdorur ju si spektator të friksuar. Detyra e shqiptarëve sot nuk është të mbajnë anën e asnjërit në këtë pazar të mbadh mbijetese. Detyra e parë e shqiptarëve është të refuzojnë kodin e tyre të heshtjes, të kuptojnë
se çfarë po ndodh pas shpinës së tyre me kodin penal, me kodin e procedurës penale, me ndryshimet kushtetuese në korrik, me çështjen e detit dhe me reformën territoriale, që është thika e fundit ndaj këtij kombi. Sot ju tregova aktin e rreshtimit të radhës tek një pronë private politike, por mos harroni, pronat e tyre private mund t'i gëzojnë, por këtë vend nuk do t'ja lënë ta gëzojnë. Operacioni i tyre psikologjik dhe gjeopolitik funksionon nëse ju vazhdoni të besoni tek teatri i tyre. Në momentin që ju e fikni televizorin dhe shikoni faktet, simbioza Rama Berisha merr fund. Ju falemnderit që na ndoqët në këtë analizë të vërtetave, të cilat nuk do t'ju a thonë në asnjë ekran të Tiranës. Do të shihemi në bisedat e radhës, në analizat e radhës, sepse zhvillimet do t'jenë të jashtëzakonshme dhe të mëdha. Të gjithë ju, të cilët keni dëshirë të na bashkoheni tek përpjekjet tona për t'i dalë zot vendit në këtë moment kaq të rrezikshëm, keni linkun ke komenti i parë i pinuar poshtë ku mund të antarësoheni dhe mund bashkoheni me ne dhe të gjithë ju, të cilët jeni të shumë që na ndiqni dhe nuk i keni bërë ende subscribe kanalit, bëjni subscribe kanalit, share, like dhe çojeni pjesës tjetër të Shqiptar. Mirë dëgjofshi.